Dhe ju, konkretisht familja juaj, Gjoka, se Gjoka kështu ngjan si nga Mirdita. Gjoka, sipas origjinës së ardhur, domethënë ne kuptohet që jemi autokton aty, domethënë jemi autokton. Nga Ajmar. Derisa ne kemi mundur të arrijmë dhe të gërmojmë në histori për të parë se sa larg na shkon pema gjenealogjike e jona. Kemi rritë që jemi autokton, domethënë deri 200-300 vjet, se më tutje nuk kemi shkuar dot sepse nuk kemi patur, nuk kemi gjetur të dhëna, Por gjithsesi është nga ajo e Skënderbeut, do thënë ajo historia që pak a shumë. Nuk kemi gjë të shkruar. Nuk kemi gjë gojdan të transmetuar për të më shumë se sa 300. Teoria është që mirditorët erdhën në atë zonë në 1400, pas vdekjes së Skënderbeut dhe një pjesë ikën në Itali, një pjesë ngelen aty. Nuk duhet të marrim këtë sepse aty ka patur të mirëqen, sepse aty ka patur familje autoktone vendalie, nuk është se ato treva kanë qenë bosh, kanë qenë pa familje, pa sigurisht që kanë lëvizur, kanë ardhur nga lumi i Vlorës, kanë ardhur nga vende të tjera, nga Korça, kanë ardhur shumë, nga që vinin shumë ustallar dhe shumë shtëpi në krajinën e Ajmarës janë të ndërtuar nga ustallar, nga Korça, e kupton? Domethënë sepse kjo merret sikur pas vdekjes së Skënderbeut erdhën dhe populluan Ajmarën. Jo, Ajmara ka qenë populluar edhe përpara ardhjes djalit të Skënderbeut me ushtrinë e vet, e kupton, pas vdekjes së Tjatit. Gjoni, Ajmara ka qenë sipas leximeve dhe sa njohim ne, domethënë nga të thënat edhe nga dëgjimet, domethënë ka qenë shumë e banuar. Ka qenë shumë e banuar për vetë faktin që kalaja e Ajmarës daton 4000 vjet. Sipas Jo, sigurisht ai është vetëm një moment historik kjo që thash. Po, sigurisht është kalaja e Borshit, e kupton? Pastaj kala të tjera, pastaj më vonë është kalaja e Alipash të Pelenës, të cilën ai e gjeti të gatshme, e kupton, vetëm sa e rindërtoi, restauroi. Tani vim te televizioni tani. Si kalove nga radio në televizion? Ose më saktë, pritjer, këtu një herë ti ishe ushtar dhe paguishe si speaker? Po, merja honorare. Sa ishe honorari? Po tani s'më kujtohet mirë, po merja honorare të mira. Të dilte muaj? Për çdo muaj merja honorare, sepse isha për çdo ditë i angazhuar nga gati 3 orë në. Sigurisht që do bëhet, do rrihet atje në repart ushtarak ti? Po sepse ishte ana tjetër që ishin rregullat, kështu ishin rregullat. Për çdo bashkëpunëtor që vinte paguaj. Çdo bashkëpunëtor, jo vetëm. Pastaj ti shkoje i veshur ushtar çdo ditë apo? Sigurisht, çdo ditë i veshur ushtar. Ushtar ti jepi lajm atje, Po. Dhe sa zgjati kjo që punove në radio? Gati 2 vjet. 2 vjet. Dhe pastaj si kalove në televizion? Pastaj erdha në Akademinë e Arteve, domethënë konkurova, nga që nuk më dilte drejta. Nuk më dilte, po sigurisht kisha bërë një emër. Nga që nuk më dilte drejtë studimit, vendosa të konkurroj në Akademinë e Arteve për aktor. Për aktor. Dhe kë kishin komision? Po ishin korifejt e teatrit. Sa të frikshëm ishin ato. Ishin me piromani në krye. Piromani kryetar? Po. Po. Ishin vetë 15 aktor dhe përfaqësues nga ministria. Domethënë ishte do të piromani kryetar, po ca antar të tjerë, më thuaj ca antar të tjerë? Po, ishte Violeta Manushi, Sato Ktrova, Timo Floko, Robert Mrenika, e të tjerë. Do të kesh në komision këta yjet e teatrit dhe të filmit. Të dridhen leqet e këmbë. Po si fitova? Tani unë isha shumë i përgatitur. Të thash që ajo radio mua më futi në një kanalizim të tillë që po tjetër. Unë fillova të përgatitesha shumë seriozisht me njerëz të mrekullueshëm të atij viti që unë shkova në Vlorë, siç ishte Liza Laska, aktoria jon e mrekullueshme teatrit dhe kinematografisë, Vasilaj Godo, ishin dhe shumë të tjerë që dhe unë erdha shumë i përgatitur dhe çuditërisht unë filloja një material dhe më linin për gjysmë.
Thoja, pse më lëmë për gjysmë? Filloja materialin tjetër, stop. Filloja materialin tjetër, stop. A, thashun, do përnë këta... Nuk, po përkundra, zi ata të kuptonin me 2-3 fjalë që nuk ka nevoj të vazhdojë shumë. Kur doli në fund, do më në lista e fituesve, unë isha me notën 10 dhe të tjerët pas me ishin me notën 6 e poshtë. Sa konkuruan? Po ishin gati 150 veta dhe fituan... Do me thënë, konkursi parë me 300 i fitove për radio dhe konkursi dytë me 100 me 150 veta. 50 prapë doli pari. Po, në 22 veta që fituan, do më thënë, unë isha prapë... Fitove dhe fillove student në Akademinë në Institutin e Lartë të Arteve. Institutin e Lartë të Arteve. 5 vjet të zuri? Të zuri e 5 vjet? Apo 4? 4, se u bëj një 5. Aktrimi ishte 3 vjet. Mirë po ne në vitin e dytë, një pjesë nga studentët e aktrimit u vendosi të shkonim në Paris për të bërë specializim ose shkollën për regjizor. Mirë po erdhi një urdhër nga lartë që nuk ka nevojë se ne kemi pedagogët tanë, kemi aktorët tanë të mrekullueshëm dhe ne u përgatitëm dhe për vitin e dytë, domethënë në vitin e parë mbaruam për aktor. Shpirtërisht? U përgatitëm shumë shpirtërisht edhe nuk ndodhi, nuk e lejoi partia sepse jo domeninizmat, jo do... Tani, ju filluat studimet dhe ndërkohë vazhdonit në televizion? Sigurisht. Në radio akoma? Sigurisht. Po në televizion kur kalon? Në radio dhe në televizion. Që ditën e dytë që erdha në Akademinë e Arteve. Në radio, do të thënë... Jo, si kalove në televizion tani? Unë u largova nga radio sepse isha me shkollë të mesme dhe ata nuk mund të më emëronin. Po, si ishit të shtarë. Kështu që ardhja në shkollë pas një viti në Akademinë e Arteve, bëri që në ditën e dytë më thrasin në televizion, mbajmën ishte Shefqet Bregu, një nga speakerat shumë të mirë të televizionit shqiptar, më thotë kërkon Mara Shajati. Drejtori përgjithshëm. Ishte drejtori përgjithshëm. Në cilën datë, muaj, vit? Po tani ishte... Paka shumë? Shtatori, ishte mesi shtatorit, fund shtatorit. Viti? Viti 79. 79, dhe? Po. Edhe shkoj, ne kemë vendosur, thot, që të dalësh dhe në ekran, do shkosh, do bësh një prof, thot, në studio, do të takohesh me Shiqyri Skënderin, atëre Shiqyri Skënderi, ishte një gazetari shquar i televizionit, vinte nga Gazeta Bashkimi, në atë ko, ishte emëruar shef redaksie i Departamentit të Informacionit, më merë, më qonë në studio, bë një regjistrim pak zjatja i regjistrim, sepse çdo gjë ishte perfekte, nga që unë e njihsha televizionin e njihsha shumë mirë. Bëhet regjistrimin dhe sa marroi regjistrimin, thot nesër ke orarin orën 4, thot e kupton. Edicioni i lajmeve orën 4. Po, nesër. Kështu që unë fillova. Sa vjeç ishe? Po isha te 20 e ca vjet. E kupton. Sa? Se do të pyes edhe për sa vjeç ishe në radio kur dhe lajmet për të parë? Po isha 23-24 vjeç. Tu, po kur dhe në radio? Po, në radio isha, domethënë 18-19 vjeç. 19 vjeç. 19 vjeç. Besoj miri, speaker miri? Speaker miri, mi dopti më. Ishe kështu bio, do nga të drejtive. Po, dhe fillove dhe lajmet ditën tjetër vetëm? Po, vetëm. Vetëm, nuk. Po, pastaj si kalove në edicionin qendror? Mbaj mend që koleg ishte Çlirim Poro, ishte Jani Kondili, ishte Amali Dhamo, ishin dhe një dy të tjerë cilët s'po më kujtohet emri tani, domethënë që ne ndronim oraret me këta. Pastaj pas rreth... Po pse në orën 4, filloi dhe në orën 4 edicioni lajme. Po, filloi zgjerua nga ora... Po? Edhe gradualisht, domethënë televizionin shqiptar filloi të zgjerohej, domethënë nga ora 6 që fillonte deri në orën 10-11, pastaj filloi u bë në 4, pastaj mori 24 orë për 7 ditë të javës. Më pastaj pas një muaj, domethënë nga që unë kisha dalë shumë mirë, fillova të më jepnin orarin e revistës televizive, ku ishte Virgil Kule, e kupton, një nga zërat dhe Virgil Kule, apo ai nuk ishte për ditë? Ai ndërkohë ishte dhe drejtori i televizionit. Kur u bë drejtori i televizionit, ti kalove ti në edicion? Njëkohësisht ishte edhe speaker. Edhe speaker. Virgili. Në atë moment, ai u tërroq, pas një farë kohe u tërroq, dhe vendin e tij, domethënë e zura unë, bashkë me Tefta Radin. Të dy?
shpesh herë të dy. Ne kemi qenë një çift sepse filloi radio televizioni filloi me çifte. Domethënë filloi dyshe lajmet. Si model italian. Sigurisht që gjithë programi i televizionit shqiptar ishte modeli i Rajt. Ishte i Rajt. Në atë modele si për vite deri në vitin 90 televizionit shqiptar. Unë në fakt kam përgatitur disa fotografi që duhet i komentojmë dhe këtu pasaj vinë edhe pyetjet. Do i lutem regjisë fotografi që kam përgatitur. Dimitër, në çdo ja u tregoja të stafit dhe habiteshin, në çdo ditë Gazeta Zëri i Popullit kishte programin e televizionit dhe shërbimin e motit, shërbimin sinoptike, teatret e tjerë. Po do të mbetemi pak këtu te moti. Pse? Ku a di edhe sot. Pse? E di pse, sepse mos më thuaj ke dhënë motin. Jo, nuk kam dhënë motin. Por ka qenë Petriti i famshëm i kohës. E ke njohur? Po kemi qenë në një studio si këtu, ai tek vendi i kohës, i motit, e kupton te dekori. Ne ishim tavolinë, sa mbaronim lajmet, e kupton, dilte direkt ai. Ishe ti kur bëri atë ngatërresën e famshme që e hoqën? Që tha Bunasera diçka tillë? Po. Isha aty? Shiko, ato ndodhnin. Jo, unë nuk kam qenë. Po si ishte e vërteta e saj? Nuk jam në gjendje që jo, në këto raste njeriu emocionohet. Do thënë, me pak fjalë për gjithë ata, Petriti, si Petriti ishte, shiko. Petrit kush? Se s'më kujtohet mi emri? Petrit... Dhe unë tani... Okej, s'kam. Leka. Ai jepte motin çdo mbrëmje. Çdo mbrëmje. Mbas lajmit. Ai vinte 2 orë përpara. Përgatiste sepse çdo gjë nuk ishte elektronike, ishte çdo gjë me dorë. Edhe i vizatonte? Ai vizatonte, i bënte presionin e ulët, presionin e lartë, i kishte ato numrat, i kishte gati aty, i ngjiste atje me 2 orë para. 2 orë para. Dhe ndoshta kjo ka ardhur nga që ai shkonte dhe dëgjonte motin tek Rai. Dhe ishte familiarizuar me atë fjalor. Shkonte në dhomën ku vinte sinjali i televizionit. Brenda në televizion, po? Po, edhe ndoshta aty, domethënë si i ardhur shpejt, domethënë për të marrë atë të fundit. Me tha Bunasera. Dhe në këto rrethana ndoshta aty i ka dalë kjo pa. Ai ishte live? Po, direkt. Do të riti ishte live gjithmonë? Gjithmonë direkt. Do lajmet ishin live? Lajmet gjithmonë direkt. Dhe i tha Bunasera dhe hoqën? Koha direkt. Dhe moti direkt. Anoncueset që dilnin që thonin ato speakeret e prezantuesit që anonconin programin, e kupton? Atë program që me pak fjalë për ata që nuk e din. Ai i tha Bunasera në vend të thoshë mbrëma dhe e hoqën. Tani atëherë ishte çdo gjë kontrolluar, do të ishte shumë i kujdesshëm. Tani Enver Hoxha për pak kohë, nuk është se për pak kohë. Po jo, mua më kanë thënë kështu që Enver Hoxha thotë edhe atë Petritin se kanë parë tha. I tha shoku Enver ka bërë një gabim, ka thënë Bunasera. Po mi më tha nuk ka bërë një gabim të madh tha, futeni prapë tha. Kështu u kthye përsëri ai. Ti ke qenë momentin kur u kthye? Po sigurisht, ne kemi qenë bashkë udhëtar deri në momentin që ai ishte një skrupuloz, ë? Ishte skrupuloz për sa i përket asaj dritares së vet, atë organizimin e tij që ta bënte sa më bukur, sa më mirë, e kupton? Po dhe si njeri ishte i mrekullueshëm. Nëse regjia do ngjej foto të Petrit Lekës, Petriti i motit. Kështu shkruhet atje në Google Image. Po, tani 18:00 programi dhe lajmet. Do të thënë lexosh programin dhe pastaj lajmet ishe ti. Po, në orën 6. Në orën 6. Kjo, domethënë programi i madh lexoj, domethënë gjithë programi lexoj në orën 6 kur hapej ja, sipari. E kam atë temën. Kur hapej sipari, e kupton? Dhe dilte anoncuesja dhe thoshte pastaj për çdo emision që vjen më mbrapa, dilte anoncuesja dhe thotë, tani do të ndjekim emisionin për fëmijë, ose do ndjekim filmin artistik. Filmi artistik televiziv, Djaloshi fshatar, seria e 6 dhe e fundit. Ore, pikrisht thonin ato. Si ja bënin me Dimitri që e shikonin për shembull të shtunën një seri dhe seria e dytë ishte të shtunën tjetër. Si e marrin mend? Po sepse s'kishte tjetër. Çfarë do fushë në memorie? Do, ajo ishte ngjizja që i bëj. Ti vetë lexoje te Zëri i Popullit programacionin? Jo, nuk kisha nevojë sepse unë isha aty, domethënë. Foto tjetër? Sa më ka marrë malli, ë? Po, kjo ishte sigla para se të fillonte transmetimi në orën 6. Domethënë para se domethënë fill pasi shkonte ora 18, domethënë dilte. Jo, po kishte një gjë të bukur kjo. Në 17:45 fillonin ca këngë të bukura. Si? Këngë të bukura.
Në 17:45. Fute pak muzik, jo këngë, pak muzik. Po jo, kisha dhe mante me muzik. Dhe në 18:00, pip, dilte Ylli Pushka Kazma. Ylli Pushka Kazma, dhe dilte spikra që jep të program. Dhe direkt pas asaj ishe ti. Direkt pas asaj ishin lajmet e orës 6. Dhe ishe ti. Kujt i binde radhë? Kujt i binde radhë, sigurisht, po ti në kuptimin. Foto tjetër? Kusha ka bërë këtë foto, në marmër? Hylmi Bylykbashi, fotografi i televizionit, i radio-televizionit. Tu ke qenë në radio po në televizion? Televizion. Televizion, se nga mikrofoni, është mikrofon. Televizion, është dëgjëm. Ke qenë vetëm në edicion lajmë të orës 6? Janë, po, ora 6 duhet këtë qenë, e kupton, janë fillimet e startimit si speaker në televizion.